Me Amarido Belishin, trajneri i ekipit të Vllaznisë U15, sapo është shpall fitues i torneut. Një finale emocionuese me Atletikun, nga 0-1 e përmbyset në pjesën e dytë 5-1. Po është vërtet që nuk e filluar mirë, pavarësisht se gjitha ndeshjet e tjera i kena dominu edhe kena fituar me rezultat pastër. Sot vetë emocionet e finales, djemët e përjetunin pak edhe pak a shumë ishe i vetëdijshëm për situatën si do të vazhdojte, por në vazhdimsi erdhe duke rregullu mënyrën e lojës edhe përqendrimi edhe në fund arrit me objektivin e këtyre rezultate me fituate me rezultat thellë. Vuajtët shumë derisa gjetet golin e parë, pastaj erdhën njëri pas tjetrit, diçka për autorët e golave, që kanë meritin kryesor. Thashë më parë, vetë atmosfera festive që ishte në kohët e tjera, edhe nuk u shfaqi që është fillim. Niveli i tyre u tregu në pjesën e dytë, në të cilën arritëm me dalë lojën tonë, atë lojë të rrjedhshme me krah edhe me krose nga krahët, që e karakterizon edhe vetë ekipin edhe Vllaznisë, historinë e saj, edhe mendoj që fituam një ndeshje, besoj se e kena merituar se ishim ekipi më i mirë i torneut. Nën kampion e Shqipërisë në kategorinë e Superligës së moshave, U15 dhe tashmë edhe fituesi i torneut. Duket se një vit i suksesshëm për Vllaznin U15. Të them të drejtën, që është momentin e parë kur e kam marrë ekipin, kena hasur pak vështirësi, sepse për vetë faktin ekipi vite nga liga e dytë, liga parë edhe vite për herë të parë në Super League, edhe lojtarët kishin problemet e tyre psikologjike, por besoj se me kalimin e kohës kena ardhur duke rrit nivelin, kena ardhur duke rrit edhe kërkesën e llogarisë, po ashtu edhe renditja erdhi në finale që arritëm në javë fundit me diskutime të tjera për titullin kampion. Ildo, me çfarë pash në sfidën e sotme finale, formacioni juaj dominonte me element shtatë pra. Një përzgjedhje e juaj ndoshta edhe personale, po që i vlen edhe të ardhmes. Jo, përveç brumit që ka pas ekipi ekzistent, kena pas risi në këtë vit sepse kanë 7 lojtarë të jashtëm nga akademitë të tjera në Shkodrës, por fati ka dashur këto djemë të jenë 7 lartë dhe të jenë edhe të vlefshëm. Sukses në vazhdimsi, Belisha.